Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Allahun falenderoj, salavat me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj. Shpeshherë njerëzit të cilët janë ngarkuar me gjunahe, me gabime, me lloj mëkatesh të zhytur dhe shpeshherë brengosen. Pendohet, mirë po ndjen keqardhje se ndoshta pendimi i tij nuk do t'jetë i pranuar te Allahu Azza wa Jall. Dhe shpeshherë mendon veten se është i braktisur nga të gjithë. Derisa runa Zot ndoshta i bën cytje shejtani të mendon se është i braktisur edhe nga Allahu Azza wa Jall. Mirë po, ne e përgëzojmë atë gabimtar, atë gjunaqar, ai i cili ka humbur shpresën nga mëshira e Allahut Azza wa Jall. Dije se mëshira e Allahut Azza wa Jall është më e madhe se sa gjunahet e tua. Për shkak se tha Allahu Azza wa Jall: "Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim." Thua o ju robrit e mi. Pra Allahu Azza wa Jall të drejtohet o robi Allahut. O robi Allahut. O ti krijesë e Allahut. Allahu Azza wa Jall të ka krijuar dhe Allahu Azza wa Jall të don. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thot Allahu Azza wa Jall, o ju robrit e mi, të cilët e keni tepruar me gjunahe, e keni ngarkuar vetit e juaja me shumë gjunahe të mëdhaja. La taqnatu min rahmatillah. Tha Allahu, mos e humni shpresën. Mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut Azza wa Jall. Nëse ai i cili e humb shpresën prej mëshirës së Allahut, e humb vetëm se një i cili është i devijuar. Sa Allahu Azza wa Jall tha, ata të cilët na tregojnë në Kur'an me një ajet tjetër, kush e humb shpresën nga mëshira e Allahut, vetëm se një popull jo besimtar. E ne përderisa jemi besimtar dhe pendohemi te Allahu Azza wa Jall, e shpresojmë mëshirën e Allahut, për shkak se kështu na tha Allahu Azza wa Jall: La taqnatu min rahmatillah. Mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu Azza wa Jall i shlyen të gjitha gjunahet, pa marrë parasysh se çfarë gjunahi ka qenë. Vllai dashur musliman, motër muslimane, dije se Allahu Azza wa Jall e shlyen edhe shirkun përderisa je gjallë. Allahu ta fal edhe shirkun edhe kufrin përderisa je gjallë. Përderisa i pendohesh Allahut dhe i kërkon falje dhe e vendos që kur mos kthehesh në atë gjuna, në atë shirk, në atë kufër, Allahu Azza wa Jall jo vetëm që e shlyen, po ta shndron edhe në vepër të mirë. Ta shndron në shpërblim. Për shkak se tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an, çka tha? Illa man taba. Në surën Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Ata të cilët pasi përmendi Allahu gjunahet e mëdha, tha ata të cilët pendohen sinqerisht, wa amana, dhe pastaj besojnë Allahut fort me besimin e duhur, wa amila amalan salihan, dhe bëjnë pastaj pas pendimit, besimit, bëjnë punë të mira. Prej shkaqeve të lumturisë dhe zgjerimit të gjoksit është besimi dhe veprat e mira. Ka se tha Allahu Azza wa Jall: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Tha ata të cilët bëjnë vepra të mira, qofshin meshkuj apo femra, dhe janë besimtar, janë për besimtarëve, thot Allahu Azza wa Jall, pra kanë imanin, besimin, do t'ju japim jetë të lumtur, pa brengë. Thot Allahu Azza wa Jall në ajetin surën Furqan, çka thot? Ata të cilët pendohen, besojnë, bëjnë vepra të mira,
fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allahu të tillëve veprat të këqija ju shndron në sevape dhe në të mira. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allahu është falës dhe mëshirues. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Ai cili pendohet nga gjunahu është sikur se mos të kishte bërë gjunah fare. Ai cili pendohet nga gjunahu është sikur se mos të kishte bërë gjunah fare. Me një hadith tjetër madhështor të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregoi se Allahu e shtrin dorën e tij fisnike gjatë natës që të pendohet ai i cili ka bërë gjunah gjatë ditës. Dhe e shtrin dorën e tij Allahu azza wa jall gjatë ditës që të pendohet ai i cili ka bërë gjunah gjatë natës. Me një hadith që transmetohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall i ka urdhëruar melekët që 6 orë mos t'i regjistrojnë gjunahin robit të Allahut. Me shpresë që të ketë afat që të pendohet, 6 orë nuk ja regjistrojnë melekët gjunahin. 6 orë gjatë ditës dhe 6 orë gjatë natës. Para mendoni vëllezër. Mëshira e Allahut është e madhe. Prandaj dije vëlla motër se mëshira e Allahut azza wa jall është më e madhe se gjunahet e tua. Dhe mendoje çdo herë se Allahu nuk të ka braktis. Allahu i tha pejgamberit Allahut kur të gjithë të braktis. Kur edhe pejgamberi Allahut mbasi një kohë Allahu azza wa jall ja ndërpreu shpalljen, wahyin. Mendoj se Allahu azza wa jall e ka braktisur. Allahu shka i tha: "O Muhammed, ma watta'aka rabbuka wa ma qala." Allahu Zoti yt o Muhammed as nuk të ka lënë ty, po as nuk të ka braktisur. As nuk të ka lënë, as nuk të ka braktisur. Edhe ty vllai im dhe motra jon e ndaruar, Allahu as nuk të ka lënë, as nuk të ka braktisur. Thjesht drejtoju vetëm Allahut. Lutju atij dhe Allahu azza wa jall dije bindshëm se Allahu do të shlyen të gjitha gjunahet e tua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.